Komisioni i Disiplinës ka dhënë këtë të martë vendimin për ngjarjet që kanë ndodhur në fund të ndeshjes mes Flamurtarit dhe Elbasanit, ku kishte kaos në dhomat e zhveshjeve, me përplasje mes lojtarëve dhe stafeve të dy skuadrave. Klubi është dënuar me gjobë, ndërsa është pezulluar 6 muaj mbrojtësi Luciano Squadrone, bashkë me pjesëtarin e stafit me inicialet MA, të cilët janë dënuar si personat që kanë sulmuar kundërshtarët. Në njoftimin e disiplinës thuhet se Flamurtari Futboll Klub për mos përmbushje të përgjegjësive për rendin dhe sigurin pas përfundimit të ndeshjes, si dhe për sjellje të gabuar të spektatorëve, duke hedhur sende në fushën e lojës, në bazë të neneve 17.1 dhe 17.2b të kodit të etikës, dënohet me gjobë në masën 300.000 lekë, zyrtari i Flamurtari Futboll Klub me inicialet MA për sulm ndaj lojtarëve të ekipit kundërshtar. Në bazë të nenit 14.1i të kodit të etikës, dënohet me 1 vit pezullim nga të gjitha veprimtaritë e organizuara nga Federata Shqiptare e Futbollit. Në zbatim të nenit 62C të kodit të etikës, zyrtarit i ndalohet hyrja në të gjitha stadiumet në veprimtaritë sportive të organizuara nga Federata Shqiptare e Futbollit deri në përfundim të dënimit, ndërsa futbollisti i Flamurtarit, Luciano Squadrone, për sulm ndaj lojtarëve të ekipit kundërshtar, në bazë të nenit 14.1i të kodit të etikës, dënohet me 6 muaj pezullim nga të gjitha veprimtaritë e organizuara nga Federata Shqiptare e Futbollit. Në zbatim të nenit 62B të kodit të etikës, lojtarit i ndalohet hyrja në dhomat e zhveshjes, si dhe në ambientet e brendshme të stadiumit, deri në përfundim të dënimit.